Bashkëdetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në Greqi kanë nisur kthimin në vendlindje për të kaluar festat e fundvitit pranë familjarëve të tyre. Gjatë fundjavës në doganën e Kakavijës është regjistruar një rritje e ndjeshme e hyrjeve në tokën shqiptare, të këmbësorëve dhe automjeteve. Shërbimet e doganës së Kakavijës kanë punuar 8277 shtetas në hyrje-dalje, nga të cilët 5724 në hyrje dhe 2553 në dalje. Si shkak i shtimit të lëvizjes në kufi, në tokën greke mbrëmjen e së shtunës u regjistruan radhë gjatë pritje të automjeteve në sportelin e kontrollit të dokumenteve. Fluks lëvizjesh në fundjavë është regjistruar edhe në dalje të tokës shqiptare. Aktualisht policia kufitare në Kakavi ka marrë masat për evitimin e radhëve të pritjes në sportele të dokumenteve. Gjithashtu është rritur prania efektivëve blu për garantimin e sigurisë publike në mjediset e kësaj dogane dhe goditjen e ngjarjeve kriminale në vijën kufitare me shtetin grek. Edhe në portin e Vlorës është regjistruar një tjetër fluks i konsiderueshëm pasagjerësh me mbërritjen e tragedit të European Star i ardhur nga porti i Brindisit. Mjeti lundrues me flamur të Panamas mbërriti në Vlorë më 21 dhjetor 2025. Sipas raportit të zyrtar të mbërritjes, në bord ndodheshin 692 pasagjerë dhe 45 anëtar ekuipazhi. Së bashku me pasagjerët janë transportuar edhe 147 automjete, 3 minivan, 7 minibus, 3 autobus, 9 kamion dhe 1 motomjet. Me afrimin e festave të ndrimit të viteve pritet të ketë më shumë fluks lëvizje në dogana. Shumë qytetarë vinë në Shqipëri pasi vendosin të festojnë ndërimin e viteve në familjet e tyre, ndërsa janë të shumtë edhe ata që vendosin të festojnë jashtë vendit, duke shkuar pranë familjarëve të tyre në emigrim.